Më thuj dhe jeshtë shqetësimës, do ta... Nuk kam shkuar shqetësimën, është kom statim. Ma thuj, për çfarë arsye kam bë blog? Nuk e di. Ato e ke Për çfarë kam bë blog? Po unë shojnë hema se unë mua më pëlqen shumë ku flet Altini me ty. Po. Të gjitha ato që bën Altini. Unë bëj jo blog, por munohen që më mbaj pak atë etikën, jo me pas banalitet. Pa unë s'kam banalitet fare. Fjalë, nuk e di për çfarë bëhet fjalë, kush është. Unë biles mundohem me çfarë komentuar, nuk i njoh ato që komentojnë. Unë mundohem shkruaj edhe me drejtshkrim, jo më që banalitet as bëhet fjala. Jo, them unë krahun tim ç'a bllokoj unë ose ç'a heq domethënë nga çati se nuk e bën pisat e bisedën. Nuk po them që jeni ju. Mos e vërtet. Nuk po them që jeni ju. Herën e fundit për shembull unë shkruaj diçka, bëra një pyetje. Po? Disa dia një mendim nga Altini fatikisht, pyetja ishte pak me spec, është e vërtet? Cila ishte pyetja? Pyetja ishte që çka mendon Altini për konfirmim për ato shprehjet e Cakos për shembull, që shprehu kundër Altinit fatikisht. Gjithsesi është unë nuk e aprivoj, po unë thjesht e kemi shpjeguar edhe Altini ka reaguar për këtë pjesë, edhe kemi shpjeguar edhe tek Pisku, e kemi shpjeguar gjithë gjë. Në rregull. Atë pyetja ime ishte shkruar domethënë aty, po kur unë hyra në një konto të dy domethënë pyetja nuk dilet, do thotë që unë e shkruaj dhe e shoh vetëm unë, por nuk shihet në publik. Po thua tjetër gjë pra, që ta sqarojmë tani, un blog, ky nuk është blog pra. Çfarë është fatikisht? Ty ka ik ajo, ka ik nga koha, nga biseda. Jo pini, ka ik gjithëve ne, na kanë heqë të pinin gjithëve ne, po ne prandaj edhe Pisku ka një domethënë, është një nyje, domethënë si është situata, si është Shqipëria. Ne po mundohemi që të si e pati emrin? Tufa, jo pak aty. Jo, ty ka i komenti, ndoshta ka ik pak më lart. Jo, unë nuk jam nga ato që bëj, jo se jam në burr i mirë, do ta marr vetë për burr mirë, kam edhe gabimet e mia patjetër, si njerëz. Isha sot në mullet të Tiranës. Shkoj atje bëj pastrim vetjak. Pastruan pasoj rrugën, pse jemi myt nga plena, ta kupton? E bën vet. E bëj vet, po. Dhe shkova poshtë bëjta nërзем poshtë mikë. Pash njerëz duke u la. Hyra në ChatGPT, fotografova ujin dhe tregova ato algat ato llojet. Ajo është një gjë ta del që lumi i Erzenit që gjësh i dihet fatikisht. Është aq i ndotur saqë është duhet ndalohet larja e njerëzve atje në lum. Tash imagjino çfarë pikë kemi ra, domethënë nga ana ekologjike, e kupton pra. Nëse ne ngrena për atë dheu, domethënë rast para dheu bëhet me anën ekologjisë, pra kur ta ruajmë atë etj. Ta them me pastërti që me kaq sa po mund bëj, kjo është ajo që po bëj. Pra këtë që po thotë po mundohem bëj edhe unë diçka për këtë vend siç po bën edhe ti që në mënyrë vullnetare shkon pastron lumin. Jo lumin, pastroj rrugën, rrugën lumi që ka shkuar, po, okay, gjithë format që bën domethënë që jep kontributin ta domethënë. Edhe unë mundohem bëj një lloj pastrimi të këtyre gjërave që po bëjnë këta të tjerë, domethënë kundër nesh, domethënë kundër vendit tonë dhe shqiptarëve. Është vërtet. Kjo është ajo. Unë vjen keq që pas ke lexuar në këtë formë, por kam përshtypjen mënyrën si po më shpjegon që pas ka ik komenti, kam përshtypjen që ka kaluar një kohë e bisedës, nga që ne bisedë bëjmë gjata 3 orë, gjys 4 orë, edhe mund ta kish komentuar pak më para dhe ndërkohë që ne Altini ka qenë duke fol, mund të jetë zhdukur komenti. Ky nuk është blog pra. Se unë e mora për blog, por unë bëj blog vetëm ata që unë jam kundër atyre që shajnë domethënë kot, që shajnë bosh domethënë. Okej, ti ke mendim të atin edhe për mua mund ta kesh patjetër, që mund thosh tu ja ke fut kot. Jo, po marrim një rast hipotetik domethënë, që mund të thuash. Domethënë në shumicën e rasteve unë të vlerësoj pozitivisht. Të falenderoj dhe mundohen, kjo është ajo. Nuk është lehtë, kuptoj, kish probleme. Falenderoj të kesh net, të Zotit.